A e dini se kiwi konsiderohet një nga armiqt natyral më të fortë të kapsllëkut? Ky frut i vogël, por shumë i fuqishëm, është i pasur me fibra natyrale, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e tretjes dhe lëvizjen e zorrëve. Vetëm 1 deri në 2 kiwi në ditë mund të bëjnë një ndryshim të madh në funksionimin e sistemit tretës. Kiwi përmban një enzim të veçantë të quajtur aktinidin, e cila ndihmon trupin të shpërbëjë më lehtë proteinat dhe të përshpejtojë tretjen. Kjo do të thotë më pak fryrje, më pak parehatje dhe më shumë lehtësi në stomak. Përveç kësaj, kiwi ka një përmbajtje të lartë uji, që ndihmon në zbutjen e jashtëqitjes dhe e bën procesin e daljes më të lehtë dhe natyral. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i kiwit mund të jetë po aq efektiv sa disa produkte farmaceutike për kapsllëkun, por në mënyrë krejt natyrale dhe pa efekte anësore. Një tjetër përfitim i madh është se kiwi ndihmon edhe në balancimin e florës bakteriale në zorr, duke përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të sistemit tretës. Nëse vuani shpesh nga kapsllëku, provoni ta filloni ditën me 1 ose 2 kiwi, mundësisht në stomak bosh. Rezultatet mund t'i vini re shumë shpejt. Por kujdes, gjithmonë është e rëndësishme të pini mjaftueshëm ujë dhe të keni një dietë të balancuar për efekt maksimal. Pra, herën tjetër që ndiheni të rënduar ose me probleme tretjeje, mos harroni. Një zgjidhje thjesht dhe natyrale mund të jetë pikërisht kiwi,